Po takohemi përsëri shikues të dashur dhe minutat në vazhdim do të diskutojmë patjetër për festën, por jo vetëm mënyrën se si e festojmë sot, por po ashtu edhe ndryshimet që ka pasur kjo festë edhe disa festat të tjera ndër vite. Ndoshta dikur për Bajram, por edhe për festat të tjera i kemi pas disa ditë përgatitje, qoftë në higjienën e shtëpisë, në higjienën tonë, blerja rrobave të reja që ka qenë si karakteristikë e çdo Bajrami. Ndërsa sot pak më tepër e shohim vetëm si një ditë feste zyrtare, një ditë pushimi ku ne mundemi ose me pushu ose ndoshta edhe me shku në det, me qenë se tash e kemi edhe motin e mirë dhe kemi qellu në muajin maj, po si do të qoftë ky ndryshimi ndër gjenerata edhe ndër vite, ne do ta diskutojmë këtë bashkë me Labinot Kunushevci, sociologun që e kemi tashmë në studio. Mirëmëngjesi, mirë se na keni ardhur. Mirëmëngjesi, mirë se u gjej. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi që ju kemi këto, urime festa edhe juve, po ashtu dhe faleminderit që ke gjetë kohë me nda për ne. Faleminderit gjithashtu edhe juve, urime festa dhe gjithë shikuesve të Koavizionit. Si shihni ju sot këtë ditë? Ka pas ndryshime festa e Bajramit, por edhe festa të tjera, po me qenë se jemi sot për Bajram, po e diskutojmë këtë ndryshim. Po, sigurisht se kemi dallime në mënyrën se si manifestohet dhe se si përjetohet festa e Bajramit ndër vite, në gjeneratat ndryshme, sidomos kur zakonisht dallimet i bëjmë para dhe pas luftës, edhe këtu dallime i vrim edhe në gjenerata, po i vrim edhe në aspektin e kushteve sociale, ekonomike, e kështu me radhë. Festa e Bajramit kuptohet është një festë e cila tek shqiptarët ka pas edhe vazhdon të ketë, ndonse me një zbehje, peshë të madhe, por është festë fetare, e cila ngërthen në vete edhe elemente tjera të kulturës, solidaritetit, familjes, pra të koezionit shoqëror. Edhe shqiptarët gjithmonë i kanë respektu këto festa, pavarësisht dallimeve, rajoneve, prejardhjeve ose sentimentet fetar që e kanë pas, sepse dikush e ka përjetu si festë jo vetëm fetare, por edhe si me karakter social, kulturor. Pra ka qenë një gjallëri e cila është përjetu në familjet shqiptare, sidomos në kushtet e lira, dhe me thonë po flasim në kushtet kur ne nuk kemi qenë pjesë e ish sistemit, sepse ish sistemi e ka ndalu edhe ka, si me thonë, penalizu këtë fest, edhe e kanë anatemu gjitha ata që e kanë manifestu këtë fest. Mirë po e vërtet është që shqiptarët e kanë trajtu me një seriozitet, për shkak të karakteristikave që i ka bërë kjo fest. Por sot vrem dallimet të mëdha. Duke fillu prej ju i përmendë disa elemente tek veshja, tek trajtimi personal, tek trajtimi mysafirit, tek ushqimet, tek ekspozimi e kështu me radhë, mund të ndalemi për shembull tek çështja e mysafirit. Mysafirit në kulturën shqiptare gjithmonë ka pas peshë, ka pas respekt, ka pas konsiderat madhe, edhe në të kaluarën familjet kanë qenë të mëdha, kanë jetu minimalisht 3 breza brenda një familje, por ka qenë një sofre madhe, ka qenë një solidaritet i madh brenda familje, sidomos raporti nipi dhe gjyshi, ose mbesa dhe gjyshi, ose gjyshja kanë qenë, si me thonë, alfa dhe omega një familje, edhe duke qenë që kanë jetu me një familje me shumë antarë, me shumë breza, aty ndrysh është përjetu Bajrami. Për dallim prej sot që familjet janë të vogla, zakonisht një qift dhe disa fëmijë, dhe përjashtohet brezi tret. Duke qenë që familjet kanë jetu me shumë antarë, aty përjetimi ka qenë shumë maj natyrshëm. është ndryshimi i parë që... është ndryshimi i parë në aspektin demografik. Po edhe në aspekte tjera, sepse Bajrami dhe më thonë është përjetu në njërë naturale. Ka qenë dhe më thonë gjithë shka spontane, originale, përgatitur, e përjetuar me një fjallë. Dhe një prej pyetjeve që sot na e shtrojmë është, apo e përjetojmë vërtet Bajramin, apo thjesht po e ekspozojmë Bajramin. Sepse këtu është një dallim, se sot teknologjia na ka mundësu me ekspozu çdo element të çdo feste që na e përjetojmë. Edhe ky përjetimi pastaj nuk është shumë real, sepse përderisa ne kemi një farë obsesioni me publiku në rrjetet sociale çdo element festës, edhe kjo pastaj kalon edhe në çmenduri pothuajse kolektive, përderisa ne i ekspozojmë ushqimet ose gjitha begatit, edhe nuk ruajmë asgjë për privatësinë familjare. I ekspozojmë gjitha në media, edhe me këto çka përpiqemi me tregu. Dhe më thonë, është obsesion, është problem psikologjik edhe sociologjik nëse ne çdo gjë private, intime, familjare ekspozojmë për të tjerët, vetëm për ta ushqyer kompleksin tonë që e kemi,
edhe për t'i tregu, sepse rrjetet sociale i përdorin gjitha shtresat sociale, edhe ata që kanë ma pak ose ma shumë, edhe ata që s'kan fare, kështu që nuk është, si me thonë, nuk është korrekt në aspektin etik, human, me ekspozu shqimet në rrjetet sociale, sepse në fundit nuk arrijmë asgjë, përveç se e shohim një kompleks tonin, edhe një obsesion tonin. Për ndryshe ushqimet, pavarësisht që janë tradicionale, janë me peshë, janë unike, sepse ka të bëjë me festën e Bajramit, megjithatë shenjtëria e tyre qëndron kur ajo përjetohet në ambiente familjare dhe jo kur ti e ekspozon atë në media, edhe munduesh me tregu një lloj arritje që në fakt nuk është arritje. Kështu që të ruajmë edhe pak diçka private dhe ta shijojmë festën, apo jo, sepse po e shijojmë në një formë vetëm për të tjerët dhe vetëm për rrjetet sociale. Duke mundu me ju tregu të tjerëve, me ekspozu tek të tjerët, po harrojmë me përjetu vetë, sepse përjetimi pastaj është virtual, sepse varësisht nga feedbacku që e marrim prej tjerëve, përgjigjet, lavdratat, komentet pozitive, ajo neve na shton një farë vetënacije, edhe na e humbim fokusin, vend se me përjetu me antarët fizik, familjar, ne ma shumë e përjetojmë me antarë virtual të rrjeteve sociale, dhe këtu është një problem që ne kemi humb hapin sepse nuk po e përdorim teknologjinë, duke e ruajtur atë sentimentin human, familjar, etik, edhe duke e përjetu Bajramin ashtu si që kanë përjetu brezat më herët, të cilët nuk kanë pas komplekse, me kompleksin e tyre të inferioritetit nuk e kanë shit të këtë tjertë. Për kontrazi ata i kanë ftu të tjertë, ka pas familje që kanë qëndru për shembull edhe vizitat kanë qenë shumë më gjata në aspekt kohor. Po. Kanë qëndru më gjatë, kanë qëndru për dreka, darka, edhe si sot populli edhe kanë shku me bujt, domethënë kanë qëndru me net të tona, edhe ka pas një lloj si me thonë edhe solidaritetin muhabet, sepse vetë fjala muhabet që e përdorim në terminologjinë tonë, nuk është fjallë shqipe, rrjedh prej gjuhës arabe, por ajo ka kuptimin e një komunikimi nëpërmjet sentimentit të dashurisë, sepse atë kuptime na e kemi marrë si fjallë prej gjuhëve të huaja, edhe dhe më thonë këj muhabeti mes gjeneratave, mes mysafirve, ka qenë shumë ma spontan, ma i natyrshëm, edhe nuk ka pas elemente artificialiteti, nuk ka muflu pra njëri tjetrit, xhelozia ka qenë shumë ma e menaxhueshme, ndërsa sot, dhe më thonë, nëse dikur Bajrami ka qenë i varfër materialisht, ka qenë shumë i pasur shpirtërisht, ma pak luks, po ma shumë gëzim, edhe sot është e kundërta. Bajrami është, dhe më thonë, shumë ma luksoz, me ma shumë begatit pa fundme, mirë po ka ma pak gëzim edhe është i varfër shpirtërisht. Edhe këngërç ky dallim, dhe më thonë, është problem serios që duhen vetë familjet me menaxhu edhe mos me abuzu me festën e Bajramit. Po, edhe besoj krejt kjo është edhe mesazhi i festës në fakt, që kur kemi begatit, kemi patjetër edhe dashuri edhe mirësi ndaj njëri tjetrit, t'ja kalojmë mirë me njëri tjetrin. Dhe me qënë se ju e përmendet edhe për vizitat edhe për epokën digjitale e rrjetet sociale, ndoshta dikur kemi komunikuar me telefon me familjarët që kemi pas jashtë vendit, që ka qenë e pamundur ndoshta të bëjmë Bajram me ata fizikisht, ndërsa tash e shfrytëzojmë rastin edhe me këta që i kemi ofër edhe nuk lëvizim shumë. Po, tash... Edhe vizitat janë zbe, disi. Po, vizitat fizike janë zbe, po edhe komunikimet përmes telefonit janë reduktu në një vlerë shumë, si me thonë, jo humane. Sepse nëse dikur atit të cilit ja ke dediku urimin e festës Bajramit, ka pas aq pesh të madhe, sa që ju e keni vizitu fizikisht ato. Sot, le që ka pak vizita fizike, por njerëzit pritojnë edhe me thirrën telefon, me ja dëgju zonin, me ja uru për me zorin, edhe është reduktu krejt në një mesazh krejtësisht automatik, robotik, një mesazh shablon, i cili u dërgohet gjithë antarëve, të cilët të gjithë i trajton në mënyrë të barabartë, edhe kjo domethënë nuk vjen kjo nga shpirti, nuk vjen kjo nga frymëzimi, nga ajo dashuria humane, përderisa nuk je në gjendje me vizitu fizikisht, ose të paktën me thirr, me telefonu, ose të paktën me ja shkruaj individualisht, një mesazh individual, bazon vlerat e atij personi të cilit ti i drejtohesh, sepse me këto ti e tregon raportin personal që e kime atë. Nuk mundesh në mënyrë shablon me ja uru Bajramin gjithë njerëzve, sepse nuk e ki raportin e gjithë njëjtë, as nuk e ki sentimentin, as respektin, as konsideratën. Por, tash ka arsyetime që thonë, është tash tjetër dinamik, kemi shumë të zonën, kemi shumë komunikime që prap nuk qëndran, nuk ka këtu sinceritet, për shkak se ne nuk i kemi, si me thonë 10.000 miq, edhe tash na janë bombardu telefonat me mesazhe komunikime, sepse keni vrejt edhe një lloj cinizmi
tek disa njerëz, edhe jashtë festës Bajramit, për shembull kur e kanë ditëlindjen, i marrin disa qindra mesazhe dhe pritojnë me ja kthy përgjigjen falënderimin në formë individuale secilit, edhe përdorin lloj cinizmin media që për shkak të mesazheve të panumërta ju falenderoj të gjithëve këto, nuk po moj me ja kthy individualisht secilit, kjo është cinike, sepse edhe nëse janë mesazhe të panumërta, përderisa duhet me gjetë kohë. Pra nuk është çështja ki kohë as ki kohë, por a ka prioritet ai person për ty, ajo është çështje e prioriteteve. Domethënë nëse dikush bën prej prioritetit, atëherë ti e gjen si arsye kohën, edhe e uron domethënë në festë ose në ceremoni të caktuar në mënyrë krejtësisht artificiale, automatike, dhe faktikisht këto mesazhe urimi për Bajram nuk kanë peshë, nuk kanë vlerë, nuk kanë shpirt, edhe po e zbejmë kështu prej atij dimenzionit shpirtëror edhe hyjnor edhe kulturor që Bajrami ka pas dikur, sepse ne kemi thur urimet fjalë më të mira i kemi gjetë në fjalor për m'ia uru dikujt Bajramin, duke i uru begatit pafund, edhe ja kemi përmend begatit me emërtime caktuar, duke fillu prej shëndetit, prej familjes, prej suksesit e kështu me radhë, e sot me reduktu domethënë në një mesazh krejtësisht automatik, prej të gjeneruar sidomos prej inteligjencës artificiale. Kjo është domethënë është një fatkeqësi, por po kësaj po jetojmë dhe në këtë kohë në fakt po përballemi të gjithë e shohim të paktën ose kemi dërguar një mesazh të tillë ose kemi pranuar një mesazh të tillë. Sidoqoftë uroj që në këtë Bajram të paktën të gjejmë kohë për njëri tjetrin, qoftë për vizitë, qoftë edhe për një mesazh që na vjen vetë nga zemra, dhe ju urojmë që seciliet Bajramin në mënyrën dhe prioritetin që e kemi për ata persona. Meqense ne përmendëm edhe anën ekonomike financiare, mendoni se edhe kjo ka qenë një shkak ndryshimi i festës, apo jo? Tash kemi më tepër, ndoshta të ardhura jemi më mirë financiarisht se sa dikur, por çka ka mujt me ndryshu këtu tek ekonomia? Tu kemi një paradoks, për shkak se në vend se kjo begati e shtuar e statusit tonë ekonomik, pasurive tona që i disponojmë, me u kthy në një solidaritet brenda familjes, përkundrazi luksi, gjanat materiale, neve po na shpin drejt egoizmit. Dhe më thonë, sa ma shumë që po kemi, as ma egoist, as ma të ndrydhur, edhe as ma të obsesionuar me pasurin tonë po jemi. Dhe më thonë, pastaj krijohet ajo frika që ta ruaj pasurinë sa ma shumë edhe mos ta ndaj me tjertë, as ma pak me familje, sepse për në të kaluarën, gëzimi më i madh i një fëmije ka qenë kur ka ardhur festa Bajramit e ka ditë që ka me marrë një dhuratë. E sidomos familjarë që kanë vizitu, ju kanë dhënë pare, në shuma caktume, edhe kjo ka qenë gëzimi më i madh, edhe Bajrami ka qenë atmosferë, pra nuk është vetëm ceremoni, protokoll, formalitet, diçka zyrtare, burokratike, dhe po i kryjmë disa obligime edhe kaq. Ka qenë atmosferë, sepse atmosfera është vrejtë edhe në lagje. Domethënë kur ke hyti me një lagje, nëse flasim për kontekstin tonë, lagje shqiptare, lagje muslimane, e ke vrejtë që ka atmosferë Bajrami. Edhe fëmijët kanë qëndru gjatë festës së Bajramit edhe jashtë në ambjente publike, sot i ke në ambjente virtuale, të mbyllur me obsesionin e rrjeteve sociale, lojrave ndryshme, komunikimeve banale, edhe këtu vrejmë një ndryshim. Tani edhe te raporti ekonomik që e përmendet, fëmijët kanë marrë dhurata edhe janë gëzuar shumë. Sidomos raporti mes dajës edhe nipit e mbesës ka qenë një raport special. Daja ka qenë një mbret në familje, edhe ndryshe ka përjetuar nipi dajën para 30 viteve, edhe pse materialisht varfër, por shpirtërisht pasur, ka pas peshë për të, ka qenë një lloj autoriteti, edhe si me thonë ja ka fal besimin atij, edhe dashurinë, edhe ka çmu, e ka vlerësu, nuk e ka dallu prej antarëve të tjerë, nuk është ndi inferior prej tij, nuk ka ik prej tij, nuk është kamuflu prej tij, nuk ja ka mbyll telefonin ose derën, ka pas peshë. Domethënë sot e vrejmë që kjo ka ndryshu, ka fillu me u thy, edhe me u zëvendësu që është me keqja me do role krejtësisht artificiale, me do autoritetet rreshme në ndikimin edhe të disa influencerve që kanë arrit me fitu besimin e trive, edhe na ma, domethënë kështu po e zhveshim këtë sentimentin human, edhe pse sot kemi ma shumë materialisht. Domethënë disponojmë vetura, gati pothuajse secili, disponojmë rrugë më të mira, infrastrukturë më të mirë, disponojmë kushte materiale, veshje, paraqitje, gjithçka domethënë që do duhet me shërby
pozitivisht në krijimin e raporteve në familje, sidomos me njerëz të cilët na respektojnë edhe i respektojmë, sepse duhet me ekzistu një farë reciprociteti edhe në familje. Prandaj, sot edhe pse i disponojmë këto kushte, këto begati, në Bajram jemi shumë më të mbyllur. Edhe kjo është një problem që është me të vërtet shqetësues, sepse po tregon që ne po varfrohemi shpirtërisht, ndonë se po pasurohemi materialisht. Dhe të çështja e prioriteteve, në vend se ne me shfrytzu këto me njerëz fizik, me njerëz real, me njerëz të familjes, ne këtu e këvrim edhe një farloj fenomeni ose dukurie në shoqërinë, sidomos shqiptare po flas, që ditën e Bajramit e ndojnë shpeshherë edhe me të vdekurit. Por duke qenë se festa e Bajramit është festë e njerëzve të gjallë, është festë që ka naturalitet, që ka originalitet, duhet me nda ata me antarët e familjes gusht, po edhe të gjerë me mundësi, ne faktikisht ditën e gëzimit e kthejmë në ditë pikëllimi, edhe i përzim emocionet, i përzim sentimentet, i përzim prioritetet, edhe shkojmë ditën e Bajramit në thojza me bo Bajram me të vdekurit tanë, që është një zakon shqiptar jo i logjikshëm, dhe më thonë, logjika sociologjike nuk e arsyeton kurfar nas një rast, nas një variant veprimin e shumë shqiptarëve që për shkak të naivitetit edhe të ignorancës që e kanë, e ndajnë ditën e Bajramit edhe me njerëz. Dita e Bajramit nuk ndahet me të vdekurit. Raporti ynë me familjarët e vdekur ose me miqt e vdekur përjetohet në forma tjera, në vizita tjera, në kontekste tjera, përmes lutjeve, përmes respektimit të trashëgimisë atij personi që ka vdek, nëse ai ka lënë fjalë të mirë, na duhet me respektu, nëse ka lënë pasuri, na duhet po ashtu me respektu, pra me qenë nën kornizat e atij familjare, pra është artificiale me shku ditën e Bajramit me çajt e varri, ndaj për një person të cilin ti ndoshta gjatë jetës nuk i ke respektu sa duhet, as sot për shembull trashëgimtarët e tij nuk i respekton sa duhet, edhe i jashtë kornizave të tij, jashtë pikpamjeve të tij, me mënyrën se çysh ka jetuar, ose porositë që i ka lënë ai, ose trashëgimin që e ka lënë ai, domethënë, kjo është një farë lloj psikologjie turmave. Masi po shkojnë gjithë, po shkoj edhe unë, nuk po ndona për tjerëve, sepse po ndina i veçantë, inferior, i dallum, më akuzojnë, më thonë që ti s'pas ke respekt për prindin tonë, për shembull, që të ka ndru jetë, edhe u personalisht si vjetë prindi im baba i bën 20 vjetë që kur ka ndru jetë, por ditën e Bajramit kur se kam vizitu, sepse dita e Bajramit është për njerëz familjarët me cilët unë sot jetoj gjallë. Edhe të ndahet me gëzim. Po, edhe kjo është një farë lloj respekti për të ndjerin ose për njerëzit që nuk jetojnë me neve. Duke i respektuar njerëz të gjallë, për shembull në këtë rast duke respektuar në nanën time ose familjarët e tjerë, edhe kjo është domethënë respekt, jo pse e kthej gëzimin në një vajtim edhe shkoj te varri, domethënë shqiptarët është mirë pak me reflektu edhe në këtë pikpamje edhe me peshu racionalisht. Domethënë pse dita e Bajramit kthehet në një ditë pikëllimi, edhe pse mbushen varrezat me shqiptar, domethënë aty nuk ka kurfar sensi, domethënë as human, as fetar, bien ndesh edhe me zakonet fetare, po edhe me zakonet kulturore dhe me vetë thelbin e festës. Nëse e njohim thelbin e festës, atëherë ne kthehemi në xhirin tonë, me anëtarët e familjes tonë, edhe aty e gjallërojmë edhe e bëjmë domethënë atmosferë reale. Dikot sot Bajrami e ka zënë, apo ka shku dhe e ka lidhë pushimin edhe në ditë? Që është bërë si shprehi, ndoshta të shkojmë diku pak më larg, në do të të ndetë, se ndoshta jena edhe në mal, po zakonisht me i lidhë këto ditët e një feste zyrtare, ditë që na takon pushime, sidomos kur qëllon e ejnëte ose e premte, edhe më mirë që mund të lidhet me ditë vikende. Po edhe kjo nuk ka shumë sens, për shkak se për 365 ditë, ne vetëm 2 ditë i kemi festë Bajrami. Edhe kemi shumë festa tjera zyrtare, jashtë Bajramit, të cilat mundemi mi shfrytëzu ose mi lidh me pushime bregdetare. E ne shkojmë lidhim kryesisht ditën e Bajramit, kjo tregon që na është mos respekt ndaj vetë Bajramit si festë, sepse Bajrami nuk mund të përjetohet në shallëzonet e bregdetit, aty është tjetër atmosferë, edhe nuk e ka atë ndjesin, atë sentimentin, atë respektin, atë shenjtrin Bajrami në bregdet, si që ka në familje tona, në ambiente tona private ose publike, në vendin tonë, në familje tona, dhe më thonë, kjo është mos respekt ndaj vetë festës së Bajramit, edhe kjo arsyetimi, cinizmi që po e lidhi me festë, me të premtën ose me të hanën, po ashtu është cinike, sepse kemi festa tjera shumë zyrtare, pushime zyrtare, cilat mundemi mi lidh me festën
me pushime bregdetare. Pse pikërisht Bajrami? Dhe më thonë, kjo tregon që na po e reduktojmë, po e minimizojmë vlerën e Bajramit edhe po e shfrytëzojmë. Donë se atje mund të përjetojmë ndonjë lloj ceremonie edhe në hotele. Marim një copë baklav. Po marim një copë baklav, po Bajrami nuk është vetëm veç baklav, nuk është veç sheqer, nuk është vetëm ëmbëlsirë ose vetëm gatime tradicionale, po mënyra se çështje sepse tash këto e shohim edhe tek gatimet tradicionale kanë qenë karakteristike sidomos e shqiptarëve për festë Bajramit që është për t'u vlerësuar. Edhe sot vazhdon një gjë e tillë, nuk kemi ndonjë evolim, i vetmi ndryshim këtu është që sot ka nana ose gëra ose vajza të cilat ndoshta pritojnë edhe qoftë edhe për Bajram me përgatit diçka, dhe tash po porositin online të gatshme prej restoranteve, prej gastronomisë. Por mund bëhet barashtim ndonjëherë për shkak të dinamikës ose numrit madh mysafirëve ose ndonjë farë agjende që ki, por kur shndrohet në shprehi, kur humb ajo shija, atmosfera e gatimeve tradicionale në çdo Bajram, në çdo vit, çdo herë. Do të thotë Bajrami është edhe në gjëra të tjera të vogla, edhe në gjeste të tjera të vogla, qoftë tek ndihma e njëri tjetrit, ndihma brenda familjes, mirësia, respekti që e kemi me ta, po besoj edhe tek gatimet, e pastaj edhe tek mënyra që shprehemi dhe që festojmë e që ndajmë të tjerë. Nuk do të thotë që veç të një element, po ka shumë elemente që bëjnë festën. Që nuk kanë bëjnë veç me imazhin, me dukjen, po edhe me thelbin, sepse kur jemi te dukja ne e dim që në të kaluarën sidomos, përderisa ka pas kushte ma dopta ekonomike, prindërit ju kanë ble veshje, tesha, fëmijëve vetëm për Bajram, kanë qenë veshje ekskluzive vetëm për Bajram. Edhe përderisa sot ju blejnë vazhdimisht edhe ju blejnë kohë ndryshme, në festa ndryshme, në kontekste ndryshme, ma nuk është ekskluzive me shku me ble veshje caktume vetëm për Bajram, ose me shku me uqeth dhe berberi vetëm për Bajram, ose me ba një farloj ceremonie kështu që i dedikohet ekskluzivisht vetëm Bajramit. Edhe këtu kanë qenë pozitive, sepse Bajrami edhe ka zgjat disa ditë për shembull. Nëse edhe fetarisht, edhe në doktrinën islame, ajo zgjat më shumë se një ditë, mirë po ka zgjat disa ditë edhe përjetimit kanë qenë shumë më të natyrshme. Edhe do më thonë është përjetu nëpërmjet elementeve të ndryshme. Do më thonë ju vetëm tek imazhi, po edhe tek dukja, tek mënyra se qyshe kemi trajtu edhe mysafirin, edhe urimin, edhe respektin, edhe mënyra se qyshe kemi shku me fal Bajramin, edhe sot që është një praktik shumë e mirë, shumë e logjikshme sociologjikisht, shumë korrekte fetarisht, edhe kjo ndikon pastaj kthehet, nuk është vetëm çështje, si me thonë, besimi, kjo kthehet edhe në normë, si me thonë, kulturore, sepse përmes faljes së Bajramit ne arrijmë me taku njerëz, me taku njerëz nga familja, nga miqësia, edhe me kriju një farë lloj komunikimi, edhe kjo është diçka shumë pozitive, domethënë mos me reduktu, nëse në Bajram jo, në faljen e Bajramit jo, nëse në vizita familjare jo, nëse në ambiente publike jo, atëherë reduktohet gjithçka në një telefonat ose në një mesazh automatik, atëherë kjo tregon që ne nuk po e respektojmë as të kaluarën tonë, as trashëgimin tonë, as sistemin tonë të vlerave me cilin ne jemi krenu gjithherë. Nëse po shkojmë dhe duke e zbekët lezetin e festës, në këtë rast festës së Bajramit që po edhe jemi edhe po e komentojmë, qysh me rujt? Qka me rujt pak elemente? Ndoshta ne si gjenerat, tash fëmijëve tonë, qka me ju tregu, qka me ju mësu, që me kalu kohë me familje, me ble diçka tre, me gatu diçka bashk, me shku në vizita, qka me rujt për këtyre elementeve, qka me ndoni jo? Po, këtu përgjithësia më madhe bie mbi vetë prindrit, mbi vetë krye familjarët, të cilët duhet se cili me ja shpjegu vlerën e Bajramit fëmijët të tij, edhe dhe më thonë, sepse ka shumë fëmijë, ka shumë adoleshent, po edhe tri që nuk kanë sens shumë mbi festën e Bajramit, edhe nuk din me shpjegu, dhe më thonë, çfarë koncepti është, çfarë përjetimi është, çfarë relacioni krijon Bajrami me të tjerë. Mendojnë që Bajrami është vetëm një ditë pushimi, është një ditë ku ka ëmbëlsira pak më shumë, ku rritet sheqeri në gjak pak më shumë, edhe eventualisht mundet me ndonjë mysafir, ndonjë dhuratë aty këtu, edhe gjithçka përfundon aty. Domethënë, pse sot është zbek, kjo është për shkak se ne nuk jemi mirënjohës ndaj dhuntive dhe begative që sot i disponojmë më shumë. Sa më pak mirënjohës që jemi ndaj begative që i disponojmë, aq më pak do t'i respektojmë ato dhunti dhe do t'i shfrytëzojmë në raport me të tjerët. Pra,
zakonisht mos mirënjohësit janë edhe njerëz egoist, janë njerëz xheloz, janë njerëz që mbyllen, edhe që kanë frikë, kanë paranojë mbi pasurinë e vet që e disponojnë, edhe që frikojnë se po ju cenohet pasuria në momentin që e ndonë me të tjerët. Edhe domethënë nëse ne do të ishim më mirënjohës, atëherë edhe Bajramin do ta shfrytëzonim në mënyrë sa më, do ta zbërthenim domethënë mënyrë sa më humane, sa më familjare, sa më solidare. Sepse edhe Lëmosha, njerëzit mendojnë që Lëmosha është ekskluzive vetëm në ditën e Bajramit. Edhe nëse reduktojmë Lëmoshën në 2 ditë brenda vitit, kjo tregon që na jemi duke shku drejt një shoqërie materialiste. Sepse Bajrami thjesht është një mundësi ku ti vetëm e shton dozën e solidaritetit, e të respektit, e të komunikimit, po jo që është ekskluzivitet i vetëm asaj dite edhe ditëve tjera, bën mos me qenë solidar, bën mos me ndihmu askujt, bën mos me thirr askënd, mos me përshëndet askënd, vetëm për Bajram. Domethënë edhe ky ekskluzivitet është gabim, sepse Bajrami përkundrazi na frymëzon që edhe në ditët tjera na me vazhdu çat kontinuitet, çat trashëgimi, edhe çat model të mirë të komunikimit, edhe me përcjell të brezat e ri, sepse brezat e ri po rriten në një botë artificiale, virtuale, domethënë po ndikojnë prej influencerëve të ndryshëm, po konsumojnë përmbajtje të pakontrollueshme, po krijojnë iluzione mbi jetën, domethënë humbin sensin e realitetit. Nuk e din çka është festa, çka është autoriteti i familje, çka është vlera, çka është kultura, çka është solidariteti, domethënë një shoqëri që nuk e respekton të kalumën, që nuk e njeh të kalumën, nuk e din prej nga ka ardhur, nuk e njeh trungun familjar. Tash Bajrami është edhe një mundësi me u njoft fatkeqësisht edhe me disa njerëz që janë trungun shumë të afërt familjar, por që na nuk i njohim. Me rutinën dhe punë që i kemi ndoshta sot është e pamundur ndonjëherë të takojmë edhe disa. E vërtet, për shkak ndoshta edhe dinamikës, po edhe për shkak të prioriteteve. Por megjithatë, edhe nëse reduktojmë për Bajram, të paktën Bajrami ja mundson shumë njerëzve me njoft trungun familjar, që s'do duhemi qenë vetëm për Bajram, ne me njoft kushërinë më të lartë, me njoft disa breza që janë pjesë e familjes tonë, edhe domethënë edhe nëse na këto nuk ja mundsojmë fëmijët që nëpërmjet Bajramit ai me u mishëru pak më shumë me familjar caktuar, sepse është edhe fjalë popullore ku ne po njihemi, po takohemi vetëm në për ceremonitë e ngushëllimit në raste të vdekjeve, ose në për dasma ose festa. Domethënë, këto janë zakonisht rrolla edhe janë përjashtime, nuk do duhet me qenë normë, ku ne njihemi vetëm në kur vdes dikush takohen gjithë familjarët, kur ka një dasëm takohen, kur ka një festë Bajrami takohen, jashtë këtyre 3, si me thonë, dimenzioneve ne nuk njihemi, ne nuk komunikojmë edhe ja kthejmë shpinën njëri tjetrit. Edhe thjesht mbyllemi në atë ciklin ton material duke shiju dhuntit e panumërta, po duke mos qenë mirënjohës as ndaj Zotit, as ndaj shoqërisë, as ndaj familjes, as ndaj atyre që na kanë ndihmu me ardhur deri tek ato dhuntie, dhe kjo është shumë e rëndësishme, por me qenë mirënjohës ndaj atyre që na kanë mbështetur, sepse ne s'kemi qenë gjithmonë me këtë status ekonomik. Ne e dimë çu kemi festuar të kalumën festën e Bajramit në çfarë kushte, në çfarë rrethana të varfra materiale. Domethënë ku ndoshta ushqimi më i shtrenjtë, më kalorik, edhe më estetik është rujt në mënyrë ekskluzive vetëm për mysafirin. Ndoshta ka qenë një krye familjar në gjendje me ndrydh ose me kursy veten, por një ushqim caktuar special e ka rujt vetëm për një mysafir special, i cili ndoshta ka ardhur me një festë speciale. Ndoshta edhe fëmijën e vet e ka ndrydh dhe ka kursy prej atij ushqimi, ose nuk i ka tregu fare, po e ka rujt ekskluzivisht vetëm për një familjar ose një mik tij i cili ka pas peshë shumë të madhe. Edhe kjo domethënë tregon që shqiptarët jo që gjithmonë kanë qenë të varfër materialisht, por kanë qenë shumë të pasur shpirtërisht, edhe i kanë dhënë gjanat edhe në mënyrë ekskluzive me njerëz. Edhe ky ekskluzivitet më po humb sepse mos ka asgjë ekskluzive. Domethënë gjithë i trajtojmë barabartë, gjithë i trajtojmë njëjtë, gjithë i trajtojmë në mënyrë kështu robotike, sikur inteligjencë artificiale që nuk bën dallime humane, atëre kjo është një problem që do duhet me reflektu në familje dhe me u kthy thjesht me jetu jetën tonë, mos me jetu jetën e të tjerëve, me shëru këto komplekse të obsesionet që i kem, edhe mos me u mundu me ushit në më thonë ata që s'jemi, me u kamuflu me identitetet rrejshme, me u bo ma evropian se evropian, sepse ne kemi Bajrami është një fest që nëse analizën thelb, do duhet me na xhelozu edhe shumë popull tjerë evropian që i mbyti dhe më thonë luksi, materializmi, egoizmi, individualizmi, edhe nuk kanë vlera kolektive.
Dhe më thonë, na me kompleksu ata me gjallërinë e Bajramit. Dhe ju e kundërta ata me na kompleksu neve dhe me na zhvesh për i Bajramit. Labinat, kish shumë vizita sot të familjarët ajo? Që shkart, tash po kalëm të pyetja fundet ma personale që keme bote sot? Po, tash kjo varet pak edhe prej planifikimit edhe prej spontanitetit. Dhe më thonë, sepse të dyat janë të mira. Nëse vjen ai mysafirave? Jo, domosdoshmërisht, po edhe planifikimet me agenda kur te targeton një mysafir caktuar për me vizitu janë shumë të mira, po nga njerë dhe vizitat spontane janë shumë të mira. Kur dikush vjen, domethënë, pa planifiku, ose ti shkon të dikush pa planifiku. Edhe kjo domethënë është një diçka e jashtëzakonshme, edhe po, dita sotme karakterizohet edhe me komunikime virtuale, domethënë nëpërmjet telefonit ata që s'mundemi mi arrit fizikisht, sidomos ata në Mërgat, po edhe me vizita fizike të ndërsjella, domethënë reciproke me anëtarët e familjes së ngushtë, edhe me njerëz që ndoshta, sidomos me njerëz që ndoshta janë pak të harruar, ose jetojnë vetë, ose janë shtyren në moshë, ose i ka kaplu një mërzi e madhe që kemi, edhe secili kemi në familjen tonë, edhe që ndoshta ndihen pak më inferior, kanë shumë nostalgji për të kaluamën, kanë shumë çka me tregu për të kaluamën, edhe ti vizitosh ata është mendoj një privilegj shumë më i madh, sesa me vizitu dikon që e shet çdo ditë, edhe që është shumë i barabartë me ty, edhe që është shumë i përmbushur. Dhe më thonë, me këta komunikimi është, si me thonë, ma normal. Veçantia e vizitës Bajramit kishte me qenë me njerëz që i shohim pak më rrallë, edhe me njerëz që ndoshta e ka një farë vujtje kështu të brendshme që për shkak të kalumës, për shkak të smundjeve, për shkak të lasheve që i kanë, edhe për shkak të moshës, ata me vizitu do të ishte shumë ma humane, dhe më thonë me sfidu vetën pak, edhe me rana atë nivel komunikimi kishte me qenë mrekulli. Uroj që me pas një festë sa më të mirë, jo, familja juaj, po ashtu edhe shikuesit. Faleminderit shumë për kohën, krejt detajet edhe këshillat cilat ti keni nda me ne këtu në këtë ditë feste. Shumë kënaqësi që ju pata. Faleminderit, ishte kënaqësi edhe për mua. Gjithashtu.